qytetarësh që kanë lidhje me ekonominë, që preken nga ekonomia, po që në thelb janë edhe shtrese mesme. Janë qytetarë që punojnë shumë, që bëjnë 2 ose 3 punë, që punojnë në mënyrë të pavarur, që kanë kontrata ndoshta me jashtë ose kontrata këtu në Shqipëri, të cilët shpesh herë në mënyrë të padrejtë përballen edhe me një sistem të padrejtë. Qëllimi nuk është që neve të diskutojmë një program të mirëfillt, po qëllimi është që t'ju dëgjojmë së pari, së dyti diskutojmë se kush mund të jenë disa nga problematikat. Neve na bëri bashk betejë e profesioneve të lira në gjykatën kushtetuese, po përtej kësaj ndajmë edhe shqetësime të tjera në vijim, me marrashin që ka ndjekur këtë çështje bashk me ekipin e jashtëzakonshëm të kontabilistëve dhe të auditorëve ligjor. Ne menduam që ta bëjmë këtë si në një formë diskutimi të hapur për sfidat që ka shtresa juaj, për problematikat që ka, dhe sigurisht ju dëgjojmë se si mund t'i japim neve zgjidhje në të ardhmen disa prej tyre. Unë mendoj që sot ekonominë e çon përpara shtresa mesme, e çon përpara ju. Sot ekonomi nuk e çon përpara as politika, nuk e çon përpara as biznesi madh. Biznesi madh sigurisht që ka llogaritë e tij, biznesi i vogël ka peshën e tij në ekonomi. Sot shtetin e çon përpara mendimi i një shtrese të shkputur nga politika, i një shtrese e cila punon në mënyrë të pavarur, që lufton në mënyrë të pavarur dhe që nuk do asgjë vetëm që ta lënë të punojnë. Dhe për këtë arsye menduam që ta organizojmë si në formë bashkëbisedimi, të diskutojmë për sfidat, po njëkohësisht të diskutojmë edhe për të ardhmen. Në një informacion që kemi përgatitur që ju besoj e keni, është edhe një propozim për paketën fiskale, është edhe një propozim për sa i përket disa nga taksave kryesore, që lidhen jo domosdoshmërisht me punën tuaj, por që lidhen me një propozim për të ardhmen dhe një propozim për atë që ne mendojmë që duhet të jetë një sistem i drejtë ekonomik. Taksa nuk është çdo gjë. Taksa është një mjet, është një mënyrë. I rëndësishëm është sistemi. I rëndësishëm është se si zbatohet ky sistem. E rëndësishme është se sa i drejtë është sistemi dhe çfarë hapësirash lë për abuzim dhe çfarë hapësirash lë për interpretim. Për sa mundësi kemi, unë besoj që është një mënyrë shumë e mirë që politika të bëhet bashkë me aktorë të tjerë jashtë, edhe të vendosë lëvizje mekanizma që ndoshta ndonjëherë vetëm politika nuk i bën dot. Kam shumë besim tek së pari kapaciteti që ka shtresa juaj dhe së dyti tek aftësia që ka shtresa juaj jo vetëm për fushat specifike ku ju punoni, por edhe për mendimin në përgjithësi. Për mua ju jeni njerëz të punës, ju jeni njerëzit që me çdo mënyrë jeni përpjekur që të gjeni një hapësirë, ndoshta nuk e keni gjetur as në bizneset mëdha as në bizneset vogla dhe e keni gjetur në këto sipërmarrje individuale. Nuk dua që të jeti fokusuar diskutimi tek ne, dëshira ime ishte që t'ju dëgjojmë dhe ju, dëshira jon ishte që të bashkëbisedojmë edhe me ju për disa politika fiskale dhe jo vetëm dhe për të ardhmen e këtij sektori. Partia Demokratike ka prezantuar një kod fiskal dhe idenë një kodi fiskal, që do të thotë vendosja e disa rregullave të cilat nuk ndryshojnë në kohë. Se ajo që i mungon sot ekonomisë, unë mendoj është një marrëdhënie dhe një marrëveshje ndërmjet shtetit dhe atyre që paguajnë taksa, qoftë individ dhe qoftë biznese. Një marrëveshje e cila duhet të jetë e vendosur aty ngurë dhe një marrëveshje që duhet zbatuar pavarësisht asaj që ndodh. Sot ekonomia shqiptare vuan nga përjashtimet, vuan nga rregullat speciale, nga ligjet speciale dhe nga përjashtimet që ndodhin rëndom sot me ligjet veçanta. Dhe vendosja një kodi fiskal vendos disa parime shumë të rëndësishme. Rishikimi tërësor i paketës fiskale, rishikimi tërësor i paketës për klimën e biznesit dhe rishikimi tërësor i ligjit të procedurave tatimore me vendosjen dhe vlerësimin e inspektimeve vetëm në ato raste kur ka një risk shumë të lartë. Dhe për mua është shumë e rëndësishme heqja e barrës së shtetit nga shpina e biznesit dhe sipërmarrjes. Ju të gjithë jeni njerëz që i paguni rregullisht taksat. Jeni të gjithë njerëz që doni të punoni sigurisht brenda ligjeve. Jeni të gjithë njerëz që e respektoni edhe shtetin. Po keni nevojë vetëm që
t'ju lënë rehat punoni. Dhe besoj që ky është një parim shumë i rëndësishëm që vendoset me kodin, që vendoset me propozimin për një sistem të ri fiskal, po që vendoset edhe për profesionistë të lirë. Për sa i përket profesionistëve të lirë, unë mendoj që ato duhen trajtuar me të njëjtin regjim që trajtohet edhe biznesi i vogël. Nuk duhet ketë asnjë ndryshim për kategori biznesi, nuk ka pse një lloj pune të taksohet më shumë dhe një punë tjetër të taksohet më pak, një xhiro biznesi taksohet më shumë dhe një xhiro biznesi të taksohet më pak. Regjimi duhet jetë i njëjtë. Për sa kohë që biznesi i vogël ka një regjim taksash, njëjtin regjim taksash duhet ta kenë edhe profesionistë e lirë. Në disa raste specifike mendoj që është e nevojshme që disa sektor duhet patjetër që të nxiten dhe promovohen, si rasti i teknologjisë informacionit, dhe rasti i sektorëve të cilët nuk kanë zhvillim për momentin, po që mund të jenë perspektiva e të ardhmes, për të parë se si do të plotësohet vendi në ekonomi që po lihet nga rënja e sektorit fason dhe prodhimit që po ndodh aktualisht, rënja e të gjithë shërbimeve që ofrohen nga call centeret, që është një sektor që nuk ka rritjen e mëparshme, pra ndërtimi një modeli ekonomik duke pasur parasysh edhe shërbimet që ju ofroni. Kur u përgatitëm për një gjykatë kushtetuese, unë nuk e dija se sa e rëndësishme ishte që puna që një pjesë e madhe prej jush bëni dhe se sa duhet të trajnoheni, çfarë certifikatash duhet merrni, çfarë kontributi ju keni, dhe aty e kuptova që ky mësimi gjatë gjithë jetës ishte pikërisht për profesionin tuaj. Ishte pikërisht për profesionet që ushtrojnë profesionistë të lirë. Prandaj për mua, edhe për kolegët që punuan bashkë, kontributi i kësaj shtrese, jo vetëm si shtrese mesme, po edhe si shtres që punon në mënyrën më korekte dhe që përpiqet në mënyrën më korekte për të gjetur hapësirat e saj në një ekonomi që sot fatkeqësisht është bërë ekonomie të mëdhenjve dhe që një ekonomi që fatkeqësisht sot është bërë një ekonomi e pakicës, për mua mbështetja e kësaj shtrese është jashtëzakonisht e rëndësishme. Këtu preken farmacit, ne kemi rastisur në shumë farmacistë që na kanë ngritur shqetësimin e profesioneve të lira, programuesit, krijuesit, përveç kontabilistëve dhe sigurisht auditorëve që janë grupi tradicional, avokatëve, noterëve, arkitektëve, pra është një shtresë e tërë mendimi e cila jeton, punon dhe sigurisht përpiqet në hapësirën që ofrohet profesionistëve të lirë. Mendoj që ka shumë që mund ndryshojmë dhe mund të përmirësojmë, por e rëndësishme është që t'ju dëgjojmë. Pa dashur që të flas më gjatë, unë besoj dhe Marashi mund të thotë diçka më vonë, doja që të organizonim në formë bashkëbisedimi dhe doja që t'ju dëgjonim më shumë se sa të flisnim, se kemi fol boll, kemi thënë shumë dhe më e mira ndonjëherë është edhe t'ju dëgjojmë se kush mund të jenë disa nga kërkesat tuaja dhe cilat mund të jenë disa nga sfidat që ju kaloni, cilat mund të jenë problematikat që ka sektori, cilat mund të jenë elementet që ne mund të ndryshojmë, ndoshta edhe në këtë paket që është prezantuar dhe çfarë mund të bëjmë më mirë. Po ndalem këtu për t'ja u dhënë fjalën ju, kushdo që ta thyej akullin i pari që të mos t'ju thrasun në diskutim. Po. Përshëndetje, si jeni? Jam Besart Marku. Punoj si profesionist lirë, si software engineer, punoj me klientat jashtëm. Në fakt, nuk është se kisha pyetje sepse shifrat flasin vetë, por thjesht doja të thoya që unë kam besim të plot tek ju, sepse kur kishim protestën atëherës për profesionet e lira, Jorida ka qenë personi më këmbgulës dhe që ka luftuar bashkë me ne me gjithë profesionet e lira për taksën 0%, kështu që thjesht doja të merrja këtë rast dhe t'ju falenderoja sepse mbaj mend që keni punuar shumë fort atëherës bashkë me ne dhe ju jam mirënjohës. Besoj që ne kemi bërë një gjë të veçantë, se në fakt punën e kanë bërë çunat, se u vetëm unë isha gocë, çunat ngritën një grup të jashtëzakonshëm, po ishte një shembull shumë i mirë se si, ishte një shembull shumë i mirë se si kur politika bëhet bashkë me ato që janë jashtë institucioneve, bëhet bashkë me mendimin, mund të sfidojë çdo lloj sistemi. Tani, duke dashur që
ta konsideroj këtë si një bisedë mes mish, prandaj e doja që t'ja ujpja juve fjalën. Kush janë sfidat? Kush janë problematikat? Çfarë mund të bëjmë më ndryshe nga këto që janë propozuar deri më sot? Sepse ju e njihni sektorin më mirë dhe ju i dini problematikat më mirë. Unë e di që sistemi i ngritur sot e detyron bizneset të jenë në informalitet. Sistemi i ngritur sot me një taks me 6 nivele i detyron një biznes të vogël që të deklarojë 1 lek më pak. Sistemi i ngritur sot për përjashtimet nga paga për shembull, në qoftë se paga është 50.001 lek, përjashtimi fillon në 30.000 lek. Pra i detyron biznesin që ta ulë atë 1 lekshin pikërisht që të evitoj që të ketë pjesën e përjashtimit deri në 50.000 lek dhe jo deri në 30.000 lek. Mora disa shembuj thjesht që i kam dëgjuar gjatë kësaj kohe dhe që i kemi diskutuar gjatë kësaj kohe. Këtë duam të dëgjojmë, çfarë mund të bëjmë më mirë dhe çfarë mund të bëjmë ndryshe. Jam Julian Hysi, edhe unë si parafolsi, software engineer, sektorin e teknologjisë, kryesisht me klientë të jashtëm, gjithashtu pjesëmarrës në nismën që bëm për të rrëzuar ligjin dhe që e fituam në gjykatën kushtetuese, që gjithashtu përfitojmë nga rasti të falenderoj të gjithë që dhanë kontribut. Nëse të dalim të shqetësimet konkrete, diçka që mund përmendja është një shembull shumë i thjeshtë. Unë që kryesisht punoj me klientë të jashtëm, nëse edhe vetëm për 1 orë të vetme unë faturoj ndaj një klienti shqiptar në një vit fiskal, unë që në atë moment në më kaloj në një tjetër kategori. Pra që në atë moment unë duhet filloj që të mbaj në rend përqindjet, pra sepse ligji ka ca klauzole që nuk duhet kaloj një klient mbi 80%, nuk duhet kaloj 2 mbi 90%. Gjithashtu mbas një fashe caktuar unë printoj faturat me TVSH, pavarësisht se unë shumicën e fitimit e kam me klientë të jashtëm, jam kontraktor në plot kuptimin e fjalës, unë në mënyrë të padrejtë konsiderohem tatohem sikur të isha një punonjës i brendshëm në një kompani shqiptare gjatë gjithë vitit për të gjithë fitimin tim. Që siç e kemi thënë, nuk është kategoritë janë komplet të ndryshme, ne kemi shumë shpenzime të tjera, nuk kemi garanci, nuk kemi siguri pune, jemi të pambrojtur në shumë mënyra. Pra nuk mundet kurse që kontraktori të barazohet me një punonjës të brendshëm. Dhe kjo është një nga pikat që gjykata kushtetuese nuk e rrëzoi dhe është për mendimin tim është akoma shqetësimi më i madh që na detyron e para punës që kjo është dëm edhe për biznesin lokal, sepse unë do e mendoj shumë mirë përpara se unë të bashkëpunoj me një biznes shqiptar, sepse mua më penalizon kjo gjë. Po. Kjo është një nga problematikat që neve kemi diskutuar dhe po shoh një nga kolegët që e ka ngritur dhe e ka përmendur shumë herë. Në fakt nga atë euforinë e parë neve u kujdesëm që kuadri përgjithshëm të ishte në rregull, pra të ishte përjashtimi në rregull, po janë disa specifika që nuk janë rregulluar akoma. Ne kemi dieni për këtë, shoqata që përfaqëson një pjesë të madhe të kontabilistëve ka bërë një analizë të plotë të kësaj dhe unë e di që juve akoma vazhdoni që të detyroheni, sepse kjo është një detyrim, kjo është një forcim, që të mos të jeni të rregulluar plotësisht vetëm si rezultat i numrit kontratave edhe përjashtimeve që ekzistojnë. Ne kemi marrë këtë parasysh edhe kemi diskutuar gjërësisht dhe unë jam e sigurt që kësaj gjendet një zgjidhje shumë e thjeshtë. Kjo ka lidhje edhe me sistemin përgjithësi. Kjo ka lidhje se sa të thjesht ta bën ty shteti. Në qoftë se shteti ty ta komplikon, në qoftë se shteti ty të detyron që të gjesh një mënyrë për informalitet, sigurisht që do rritet informaliteti. Unë mendoj që kjo është shumë e thjeshtë, regjimi do jetë i njëjtë, do konsiderohet i gjithë profesioni i lirë, pavarësisht numrit të kontratave brenda një regjimi, sipas kategorizimit në xhiro dhe sipas karakteristikave që kanë gjithë bizneset e tjera. S'ka pse të bëj përjashtim. Përkundrazi në këtë rast, ngarkesa për një profesionist lirë nga pikpamja e shpenzimeve individuale është shumë më e lartë sesa për të tjerë, sidomos në fushën e teknologjisë informacionit. Faleminderit. Përshëndetje Eurida, përshëndetje.
Në fakt, unë sot erdha sepse në ndaj një muaj prej zgjedhjeve përgjithshme, edhe në këtë moshë jam unë, këtë stad që jam unë, me fëmijët që i kam të rritur, unë isha më e lirshme edhe për të ardhur, edhe për t'ju bashku, sepse unë besoj, gjithmonë kam votuar Biafras, po ashtu dhe familja jeme. Unë jam nga Shkodra, prindërit mi janë aktivistë atje në Shkodër, kurse unë pra, momenti ishte sepse unë e ndjej sepse du me të mbështet ty si deputete. Nuk mund të mbështes çdo njeri, do mbështes atë deputet që mu më binë, ndaç nga ana profesionale, ndaç nga ana njerëzore, që mundet me përfaqësu mu si qytetare e Tiranës. Kam 20 vite këtu në Tiranë, kam kryer shkollën këtu dhe kam qëndruar këtu, jam martu dhe ajo lidhur me sfidat për profesionin e lirë, meqense jemi mbledh për këtu, në këtë moment për këtë. Unë ju kam mbështet nga larg, online, duke ju pa në LinkedIn, në betejën tuaj që bëhet për profesionet e lira. Dhe me vërtet jam gëzuar shumë që, si tha Jurida, kur bashkohet politika me profesionistë e lirë, mund t'i arrikan. Kjo ishte një betejë fituame edhe t'jep shpresa që tjera do vazhdojnë për të fituar. Edhe kështu që ju falenderoj edhe vetë. Unë aktualisht jam, domethënë, kam qenë aktive me licencën flas. Në vitin 2007-2008 e pata hapsi, po isha e re, dhe thash, mos ta vazhdoj më shumë se isha e re dhe nuk mendoja se po kisha ndaj perspektivë si e re si isha. Isha 25 vjeç dhe mendoja që nuk do kisha atë klientel dhe kisha nevojë për një punë sigurt. Eri hapa në 2023, sepse lash një punë te cila kisha kontribu, kisha dhënë vitet më të mira. Nga ana profesionale dhe nga ana njerëzore, u detyrova me lanë sepse pikërisht mungesa meritokracisë, që janë ato pika që do t'i listoj dhe për të profesionale, mungesa meritokracisë, korrupsioni, e bëjnë të tillë që njerëzit që kanë investu, si tha dhe Jurida, ne profesionistët e lirë, unë tash kam dalë, po kam qenë e punësuar më parë, por gjithkohës jam trajnu, gjithkohës e kam pas mendjen për t'u zhvillu, për të bëmë më të mirë, me bëmë më mirë punën time, si pjesë e stafit ku isha aty. Dhe duke po që meritokracia ishte poshtë zeros, duke po që u lash pas filluj angazhimit me gjithse me ato vite eksperjenca, atëherë thash më mirë po futem po rikthehem te avokatia. 2023-2024 unë kam vetëm 2025 akoma se kam rimarr licencën, që është diçka që do pagush atë kuatizacioni. Dhe jam detyruar mu punësu për arsye se s'kam pas shumë punë, sepse sepse sfida që është për një avokat. Unë kam përfaqësuar institucionin tim në gjykatë për vite të tëra. Dhe ishte kjo bazë që unë mbani me besu që unë ja dal me shku në gjykat, me përfaqësu klientin tem me zotësi, sepse kisha mbrojt institucionin tem dhe isha fitu 95% të gjyqjeve. Mirë po, u përballa me këto sfida që po t'ju rendis. E para, sistemi gjyqësor është, domethënë, gjyqet zgjasin me vitet e tana. Një proces divorcit zgjat me 4-5 vite. Atëherë njerëzit normalisht nuk shkojnë drejt asaj. I bëjnë, domethënë, e bëjnë ndryshe ose nuk shumë procese eliminohen dhe njerëzit nuk shkojnë në gjykat për shkak se do zgjasin me vitet e tana. Atëherë çfarë besimit ka e marrë te unë që jam futur rishtazi, se unë kam sfidën që jam futur edhe rishtazi. Dhe domethënë gjyqësori, reforma në drejtësi për mua është një reformë as pak e mirë, s'po them skandaloze, se ka pas mirat vetë, disa persona janë heq nga vettingu që nuk e kanë merituar me qenë aty, por shumë të tjerë kanë ardhur, pastaj kanë mbush vendet e tyre që nuk e meritojnë as ata. As nga ana profesionale, se janë fut me meqe etj. Kështu që këto gjyqtar po mësojmë, po i bëjnë tash procedurat dhe po vonojnë me procedurat e tyre, po vonojnë proceset gjyqësore. Dhe kjo është kosto për mua si avokate, se më zgjat gjyqi. Kur t'ja marr lekët atij, domethënë nuk dijes sa kohë më duhet për me përfunduar proces. Iku kjo. Meritokracia, thash, korrupsioni pastaj. Një pikë ku mbështeta unë si avokate për të punu. Domethënë kam bërë disa konsulenca këtu një vit e sa, kam pas një 2-3 gjyqe, kurse pjesa tjetër që unë mbështeta ishte dhe kontrata që unë njihja. Mirë po kontratat që unë njihja nuk shkojnë gjykat. Ato janë kontrata në cilat kontrata punime ndërtimit, që kontraktori, nëse është i pakënaqur nëse kërkon bën disa klejme, duhet i paraqesin te punëdhënësi. Mirë po ato nuk i paraqesin. Pse? Sepse tana kontratat janë fituar me korrupsion. Dhe ndërkohë që këto kontrata punojnë shumë mirë jashtë,
jashtë Shqipërisë, ka klejme, dhe unë do t'isha, do bëja rolin e interpretimit kësaj apo të gjudikator që quhet zgjidhës më. Pra dhe kjo bjen, e kam fjalën kur s'ka transparencë, kur s'ka meritokraci, kur ka korrupsion, normalisht këto janë sfidat që më kanë prek mu si Melis. Edhe tash juroj të shkojmë marë, edhe besoj që në shkojmë marë një gjithë, sepse 12 vite në pushtet, dhe me thënë janë aqë shumë, dhe e kanë, dhe me thënë, ajo që ka ndodhë është që një pjesë e madhe popullsisë ka ikë, edhe me shumë gjasa do ikin dhe pjesa tjetër në qoftë se këto do vazhdojnë, dhe duhet me bo çmos që dhe me thënë, kjo qeveri që është në pushtet të rrëzohet. Faleminderit. Unë po përpiqem që të flas për pjesën jo politika. Ti përmende dhe përmblodhe shumë mirë, shumë shkodran sot këtu. Ti përmblodhe dhe përmende shumë mirë sistemin që është ngrit. Se sistemi që është ngrit në sektorin ku punon ti në avokati, është ngrit në çdo sektor tjetër. Është sistemi i pakicës, është sistemi që ty nuk të lejon që me punën tërë nga mëngjesin darkë t'ja dalësh. Dhe kam dëgju histori tilla nga mjekët, nga bizneset e vogla, nga kontabilistët, që përpiqen gjithë ditën dhe nuk ja dalin dot. Ti dole të nxorën nga tregu, se sektori është i përqendruar në pak kompani që marrin të gjitha kontratat koncesionare. Këtë sistem duhet ndryshojmë ne. Edhe unë besoj që nëse ka një shtresë që mund ta ndryshojë shtresa juaj. Nëse ka një shtresë që mund ta shtyj përpara këtë është shtresa juaj. Ndjej keqardhje kur dëgjoj që dikush do të largohet, kur shkojmë trokasim dyrë dhe i gjejmë dyrë bosh. Edhe gjithë këtu kemi vendosur që t'i rrisim fëmijët këtu, kush ka fëmijë, gjithë kemi vendosur që ta jetojmë jetën këtu dhe ngrem pyetje për të ardhmen edhe të fëmijëve. Ku do jetojnë fëmijët tanë, si do rriten fëmijët tanë. Dhe janë pyetje me të vërtet të drejta. Qa ka nevojë sot ekonomia? Ekonomia sot ka nevojë vetëm për konkurrencë të shëndetshme. Kaq. Po ta lënë që të operoj vetë, po ta lënë që të funksionoj vetë, unë jam e sigurt 100% që gjërat do të vetë rregullohen. Heqja e barrës së shtetit dhe heqja e ndërhyrjes së shtetit në çdo sektor e sjell ekonominë në një situatë konkurrence, kur dëgjoj që flitet për Bashkimin Evropian dhe tregon pasaportën e Bashkimit Evropian, kryeministri, se meqense jam kryetare e Komisionit Çështje Evropiane dhe s'kam fol për këtë çështje, ngre një pikpyetje shumë të madhe, po shumë e thjeshtë. Çfarë ka BE-ja? BE-ja ka konkurrencën, lejon bizneset që në një treg të hapur të konkurrojnë dhe dalin më i miri, atë kërkoni dhe ju. Në një treg të hapur të konkurroni dhe më i miri të zhvillohet, të eci përpara. Ju kërkoni që të mos ju vi inspektori ta timori 100 herë dhe t'ju trokaste dera biznesit. Ju kërkoni që çështjet gjyqësore të përfundojnë me një periudhë normale, me një procedurë normale, që të kesh mundësi edhe ti fitimin tënd ta marrësh, dhe ato organizmat ku ju jeni regjistruar, qoftë bordi auditorëve, qoftë kontabilistëve, qoftë avokatëve, qoftë noterëve, të mos kthehen dhe ato si koncesionet shtetit. Po t'jenë organizma dhe institucione që operojnë me konkurrencë të lirë, t'jenë organizma që promovojnë më të mirët. Po tani mos t'i kapim që të gjitha, mos t'i kapim edhe këto bordet e pavarura. Këtë kërkoni ju, jam e sigurt që këtë kërkoni edhe ju në sferën tuaj, se atë kërkojnë edhe programuesit në sferën e vet, atë kërkon çdo lloj biznesi në çdo sektor. Dhe jam e sigurt që kjo mund të ndryshohet vetëm me vullnet politik. Unë mendoj taksa ka shumë këtu, për shembull që mendojnë që ulja të TVSH-s në 15% mund të jetë pak problematike. Unë mendoj që TVSH-ja edhe 10% mund të ulet, i ka potencialin shteti, po është vetëm administrimi, është vetëm mënyra se si e ngre sistemin. Dhe këtë besim duhet i japim njerëzve, dhe ato njerëz që ndoshta s'kan besim tek politika. Shumë faleminderit. Se mos e harroj pastaj. Në radhë parë ju falenderoj Jurida për këtë takim që organizuat me profesionistët e lirë. Është gjë shumë e bukur kur profesionistët përfshihen në tilla situata, në tilla takime, se indiferenca sjell shumë pasoja për vetë sistemin, jo për një individ apo një grup politik, por për vetë shoqërinë tonë. Duke ne paktën një herë në 4 vjet që na jepet shansi për me fol, do t'japim mendimet tona, domethënë që
mund shkojmë çdo lloj grupi politik që të ftoj dhe për mua është kënaqësi se Jorita na ftoi e para, domethënë që na ka ftuar. Të paktën un kam 20 vjet që kam punuar edhe në administratë publike dhe kur kush na ka ftuar ndonjëherë në tilla takime, domethënë që është shumë pozitive. Shkurt fare doje vetëm për të thënë ato mendime dhe ndoshta edhe për të hap pak rrugë debatit ke gjithë pjesëmarrësit në këtë takim, për sa shikojmë edhe sa kemi dëgjuar për propozimet që janë bërë për ndryshimet që propozohen në sistem, domethënë. Është i dukshëm, domethënë, ndryshimi i dy grupeve politike sa i takon nivelit të taksave e tjera. Kthehemi prapë në taksën e sheshtë, domethënë që e kemi pasur dikur. Personalisht jam rolin e dëshmitarit kur kemi kaluar nga taksa progresive në taksën e sheshtë. Kemi pasur tatim deri 25% të fitimit dhe kaluam në 10%. Shumë vetë ishin skeptik atëherë, por evidencat e para që erdhën, karaktimi i parave të buxhetit të shtetit, domethënë ishin të pabesueshme kur arritëm të marrim të ardhur pothuajse të barabarta me tatim fitimi 10% nga 25% që ishte para një viti. Domethënë ishim breslënse, diferencë shumë e vogël, ishte pak më tepër 25%, si diku ke 1 miliard lek në buxhet shtetit në vit, diferenca që është minimale fare, por imagjino kalum nga 25 ke 10-a. Por shikoj dhe ulje të tjera që propozohen të taksa, ju përmend dhe të vëshën për uljen e kësaj dhe do thoje këtë që duhet të regojnë kujdesshëm. Nuk e di, ju patjetër që keni bë edhe ato planin A, planin B, jo vetëm strategji, po edhe planet operacionale besoj, se si do veprohet, si do mbështet kjo ulje taksave. Dhe kryesore mendoj që ju duhet i mshoni informalitetit. Kjo është rezerva kryesore. Pra ulja e tatimit, të kalojmë ke 10% gjitha në taksë të sheshtë. Ulja të vëshës, 17% e shikoj, e quaj pozitive, domethënë ishte kundër 15%, ishte kundër jo për shifrave, nuk i di shifrat, sepse është tjetër metodologji që merret për llogaritjen e shifrave, por nisëm nga direktiva që e Bashkimi Evropian që nën 15 nuk e pranon gjithë Bashkimi Evropian, kështu që kur e pash taksën 15 u tremba në fillim dhe 17, domethënë themi atë në thonjza që ta quajmë pranueshme, po si të mbështetet të ulje, kryesor është informaliteti. Dhe duhet dini këtë që informalitetin ne nuk e dim sa është në Shqipëri. Ne nuk kemi një organizëm të besueshëm që të masi shkallën e informalitetit. Kene masin dhomat e tregtisë, e matin stati, shifra dalin të ndryshme, njëri thot 30, tjetri thot 40, dhe kemi ngjuar deri te keqësia që amerikane me dhënat e veta kanë nxjerrë shkallën e vet të informalitetit. Pra duhet një shkallë, një organizëm që në mënyrë të besueshme të përcaktoj realisht shkallën e informalitetit, ta dim sa është informaliteti në Shqipëri, që ka të bëjë që tek mos evidentimi i punës gjallë, punojësve, dhe pastaj tym edhe tek fenomenet evazore që janë në biznes. Pjesë e informalitetit janë dhe ato, po informaliteti është edhe kur bëhet prokurimi publik, kur tendrat i merr vetëm një grup i saktuar shoqërish, i merr një pjesë, një pakicë që bëhet taksa përfitues dhe pjesa kontribuese shumë e madhe e tyre është jashtë këtij përfitimi, edhe kjo shkon në informalitet. Pra, në rast se ju merrni 10 tendra dhe nuk marr asnjë, dhe unë do ekzistoj në treg. Dhe vetëm metodë është informaliteti për të ekzistuar dhe unë treg. Këto janë faktorë që ju do t'i keni parasysh, besoj, në hartimin e strategjive të juaja. Tjetër gjë duhet thoje që po tek informaliteti kene është konceptuar krejtësisht gabim në Shqipëri, gjithmonë bëhet me aksione, që fjala aksion duhet zhduket përfundimisht nga fjalori shqiptar, se nuk e rekomandon as Fondi Monetar Ndërkombëtar, as Bashkimi Evropian ku ne pretendojmë që të shkojmë 2030-ën. Dhe në këtë kuptim duhet përfshirë gjithë shoqërisë dhe informaliteti fillon që tek arsimi, që tek shkollat, që ne na mungon domethënë një formim ekonomik, edukativ, që të filloj që në shkollët 8 vjeçare, 9 vjeçare që janë sot, shkollët mese dhe në universitete. Ti thush sot fëmijëve, dile edhe në gjimnaz shkojmë, nuk e njohin një faturë tatimore, një rregull të tillë, apo këto absolutisht fare janë out fare. Domethënë që këto janë element bazë që duhet i marrin. Çdo shoqëri bën këtë. Ne kemi qenë në Amerikë me një vizitë para shumë viteve
dhe jemi habit atje kur fëmijët 7 vjeç, 8 vjeç na kanë bërë leksion se si mund të bësh biznes dhe si mund të jesh formal, si mund ta dokumentoj unë këtë biznes që kam bërë, domethënë. Që element që në Shqipëri kuptohet mungojnë totalisht. Mungojnë që ke kurrikulat shkollore, që janë absolutisht out fare edhe jo gjuhë e huaj, po domethënë mund duket gjuhë arabe fare pa kuptim për fëmijët tanë, nuk e din. Për fëmijët tanë nëpër shkolla mësojmë për huncët, për etj, fiset para periudha e neolitit dhe nuk dim për realitetin tonë ekonomik që kemi. Pra duhet filloj që tek arsimi bazë etj. Do të kaloj edhe i kam me pika kështu shkurt që të përqendrim që mos allakatem shumë edhe juve dhe unë. Kalojmë ke krahu tjetër, tek mënyra se si shpenzohen të ardhurat e mezimledhurat buxhetit shtetit. Gjithmonë paktën edhe politikisht ju keni thënë që kur vim pushtet neve do t'ja marrim këtyre që kanë vjedhur, kanë bërë këtë, kanë bërë atë, do t'ja marrim. Unë jam skeptik kjo marrje, se kështu është tanë 30 vjet, i kemi gjuhë këto. Që do ja marrim këtyre, do ja japim atyre, domethënë. Ja e morim atyre ku do ja çojmë këtyre, domethënë nuk dyshoj kjo. Puna është domethënë si do administrohen paratë që ne do mbledhim. Si do prokurohen paratë publike në mënyrë të besueshme. Plus që edhe të jenë incentivuese për të gjithë pjesëmarrësin tre, kuptohet. Këto para publike që do përdoren. Këto nuk duan strategji vetëm, por duan edhe përshtatje me gjithë natyrën e fizionominë e gjithë bizneseve që janë në Shqipëri, domethënë, si kush do stimulohet me shpenzimet, ku do i kanalizojmë të shpenzimet buxhetit shtetit, etj. Ju keni qenë, bile ju kam përkrahur fort dhe më ka pëlqyer se jeni e vetmja që jeni prononcuar publikisht për kodin tatimor. Do thojë ky është revolucion në sistemin jo fiskal, po ekonomik shqiptar, kodi tatimor. Në Shqipëri duket si gjuhë huaj. Kam bërë një hulumtim në gjithë shtetet e Afrikës, fillon që tek Afrika e Jugut, edhe deri në vendet e Magrebit, kalojmë gjithë Guinetë, Kongot e këto, gjithë shtetet e kanë kodin tatimor, Shqipëri mungon. Nuk e di pse ka munguar, domethënë një kod tatimor, por megjithatë për neve do jetë një revolucion. Ka në radhë parë siguri juridike për bizneset që janë një kodit tatimor, po nga ana tjetër edhe për investitorët e huaj që janë të qartë për rregullat fiskale që ka ky shtet ku unë do investoj nesër që të jenë. Por kodi tatimor mos e marrin plet. Domethënë një llav goje që do bëjmë kod tatimor, domethënë e quajnë iniciativë shumë të vështirë, por unë me aq sa mendoj pak në eksperjenca ime dhe rreth i kolegëve që kemi profesionistë e lirë, mendoj që ka resurse Shqipëria që mund të bëjë një kod të shkëlqyer tatimor, por ky do kohën e vet. Dhe biznesi nuk do presi që po e them që ju do vini në pushtet edhe të presin sa ju të bëni kodin tatimor, kuptohet. Janë disa gjëra që duhen bërë më një herë. Pra, krahas punës kodit tatimor, duhen bërë ndryshime të tjera, tregojmë pak me pragmatist për ndryshime në rregullat që ka komunikimi administratës shtetërore me biznesin. Biznesi ka ngarkesë, ka kosto, është i trembur nga kontrollet e shpeshta. Kontrollet për shembull tek neve, pavarësisht se në ligj ne kemi bazë analizën e riskut, nuk i përmban analizën e riskut sa që kalon si kontrollet e check-upit. Domethënë që bëhet që një herë një vit duhet bëjë njeriu check-upin edhe një herë në vit bëhen edhe kontrolle. Absolutisht kjo është e rrezikshme bile. Bindesh dhe janë rregulla që duhet të ndryshohen më herë që pa pritur kodin, domethënë kanë fjalën, disa rregulla të shpejta që duhet të ndërhyrje të shpejta që të jenë efektive dhe ta përmbysin përfundimisht këtë lloj praktike, sepse kjo lloj praktike sjell ka shumë pasojë, ka përveç kostave të biznesit, kjo e quaj edhe një tip stimulimi që bëhet ose vaksinimi edhe për fenomene korruptive që mund të ketë përplasje administratës shtetërore me bizneset. Pra ideja është që të minimizohet sa më shumë kontakti i administratës shtetërore me biznesin. Rregullat dihen, ne kemi sisteme deklarative gjithandej dhe të shkohet me risk aty ku është llampa kuqe, jo të shkojmë të marrim gjithë, se është kosto për gjithë bizneset.
Tjetër gjë do të thojë që është deri tash është shmangur, them nga çdo lloj ligji fiskal, problemi i incentivave fiskal. Incentiva janë gjë e madhe, domethënë. Gjithë po çovesh legjislacionet e Bashkimit Evropian të gjithë shteteve, nuk ka direktiva këto Bashkimit Evropian për këto incentivat, po secili shtet ngre ato të vetat, ka stimuj të jashtëzakonshëm për të nxitur forcat të caktuara, shpenzime të caktuara ose orientime të caktuara që ka një biznes. Për të nxitur shpenzimet, kërkimin e zhvillimit që ne kemi nevojë të jashtëzakonshme. Pra duhet të kenë lehtësi fiskale, kush investon për tilla drejtime, për punësimin e trive, trajnimin e trive, janë gjitha që duhet të incentivohen nga shteti, të stimulohen dhe të subvencionohen. Të marr një rast të thjesht fare që është bërë edhe debat i madh, domethënë. Nuk prek gjithë ekonominë, prek bujqësinë. Gjithë jemi dëshmitar për skemën e fermerëve, e kemi ndjur gjithë. Edhe në parlament besoj keni bë deri në fund keni bë diskutime. Domethënë, edhe keni domethënë debatet shkojnë deri aty saqë janë turr gjithë për zhvillimin e bujqësisë, janë turr gjithë fiskut që bëhet pengesë apo nuk bëhet pengesë për zhvillimin e bujqësisë. U morën harxuam shumë kohë edhe në parlament kanë harxuar kohë për të nxjerrë jashtë loje fare një skemë të fermerëve, që është një skemë dytësore, që e lidhën gabimisht me zhvillimin e bujqësisë. Skemën e fermerëve të TVSH-s, ju e keni parasysh, nuk e di për kompensimin, kush është ndesh me fermerët, që unë pak në jam ndesh me këtë skemë, edhe është keq interpretuar ose keq kuptuar në Shqipëri. Qoftë edhe nga grupet politike, sa që është kuptuar që skema e TVSH-s nuk funksionon dhe nuk ecën bujqësia. Që bujqësia nuk incentivohet, nuk varet fare nga tatimi i vlerësuar. Ajo është thjesht një skemë e thjeshtë që jep një farë ndihmë fermerëve për të rikuperuar deri me farmase ato shpenzime që bëjnë për vlerë karburante, inpute bujqësore, me TVSH të rikuperojnë. Po jo që të zëvendësojë elementet që kanë bëjnë me zhvillimin e bujqësisë në fshat. Është tjetër subvencioni që t'jepet. Janë disa terma fiskal që nuk do të ngatërohen me ato të ekonomisë në tërësi. Tjetër që foli dhe kolega përmeni shumë bukur, tjetër dhe pikë që kam vënë këtu veçan, duhet t'ja sjellem në mende, unë i quaj problem të madh këtë për sistemin e drejtësisë, procesin gjyqësor. Kene është anashkalu kjo prap shmanget, por janë me mira dosje të bizneseve në për gjykata, dhe ne ndjekim edhe sot që gjykata e lartë jep një vendim të formës për final të një çështje të nisur 15 vjet përpara, domethënë kjo është e papranueshme. Kjo ka koston për gjithë, për shtetin, për biznesin, për administratën e për gjitha, po këto janë më mira, këto janë ato që ka arrit gjykata e lartë ti kaloj, po janë më mira ato tjera që presin radhën. Domethënë nuk e di se si do bëhet kjo, po kjo është ju mund ta marrni shënim, domethënë, po problemi i sistemit apelimit të qëmë të bizneseve është problem madhor. Tjetër që do të kam evidentuar, kam edhe 2 pika, kjo e parafundit ka bëj me shërbimet digjitale. Është bërë progres, nuk diskutohet për digitalizimin, janë bërë investime, por konstatohet i gjë që investime janë bërë me miliona euro për digitalizimin e sisteme në tërësi, administrata është po ajo ose ndoshta është edhe rritur, pra puna gjallë nuk është ulur, norma, përkundrazi mund të jetë është më e lartë, por edhe shërbimi nuk jepen efektivisht, sepse mbrapa një portali është askushi, dhe nuk e di sa ka këtu nga këto që janë marrë me deklarime së fundmi, për pasyra financiare, për deklarata tatimore, kanë deklaruar që sistemi gjithmonë atëherë kur e do nuk përgjigjet. E keni ndeshta, nuk e di apo jo, nëna ka dalë domethënë që si thonë të djemë dhe vajzat tonë që kemi 3, thotë rrullohet ajo vetëm, domethënë, i fjala, pra janë bërë investime miliona euro dhe nuk të përgjigjet sistemi. Pra janë nuk është arrit ajo rezultat që pritesh. Plus që çdo njeri ka pyetjet e veta dhe nuk i jep dikush përgjigje sepse mungon personi, sepse të përgjigjet një sistem virtual që fakt nuk funksionon tërkohën.
Dhe tjetër gjë do të thoje prapë që ndoshta këtu e pash këtë programin, por mendoj që duhet preket edhe problemi taksa vendore, sistemi taksa vendore. Nisë për Bashkinë e Tiranës, nuk e di si kanë në përrethe, këto sistemin e taksave, domethënë, por ne kemi marrë shumë sinjale nga bizneset që i shkojnë për 3 vite, 4 vite, i kanë mbytur me kamat vënesa, me tjera, kur vetë strukturat vendore nuk i kanë përgjigjur në kohë, domethënë, ose nuk e dim se si llogarisin. Dhe mendoj këtë që në kushtet e Shqipërisë, ne kemi pas një përvojë përpara për shequr nga ligjet e taksave vendore, që kushteti vendor nuk ka të drejtë më tepër se 10% të devijojë nga niveli i taksave. Kurse kjo është fshirë dhe e ka dorë të lirë kushteti vendor për të vendosur taksa dhe edhe dënime, edhe penalitete e tjera që këto pavarësisht se i neglizhojmë, i quajmë sigurisht janë taksa vendore, po janë me kosto. Janë me kosto, po të shohim disa biznese sektor janë me kosta të mëdha, domethënë që megjithëse dhe mendoj që duhet një revolucion i vërtetë edhe për sistemin e taksave vendore. Nuk pëlqen ajo që kanë pakë programi juaj në kuptimin praktik për vendosjen e takse 1% të taksave vendore. Domethënë, sepse janë bërë kalkulime dhe ka raste shumë biznese që 1% që i bën më rënd se sa paguajnë sot efektivisht. Taksa 1%, domethënë. Kështu që mendoj edhe herë që duhet një revolucion, megjithëse është e drejtë kjo që e keni kap si pikë për taksat vendore, por duhet shikoj herë kalkulimin e kësaj. Dhe mendimi im, domethënë, jep një orientim, domethënë thjesht ju keni krijuar ato tyjet patjetër, domethënë kanalet e mendimit dhe veprimit, por të marrim ke taksat vendore që kemi taksa kryesore, taksa e pasurisë paluajtshme me këto që kemi, dhe po të shohim strategjinë që është publikuar deri në 2027, vëret një rritje galopante e përqindjes së taksës së pasurisë paluajtshme. Pikërisht të duhet kapni. Domethënë, a është në gjendje biznesi, jo vetëm biznesi, edhe familjet, edhe individët, sa dy prek edhe individët, që ta përballojë këtë lloj takse, domethënë. Se shkollaj këtu që ta krahasojmë që e ka Italia kaq apo tjetri kaq, kjo duhet jetë në raport edhe me të ardhurat që marrin qoftë bizneset, qoftë familjet këtu, ke neve. Dhe ajo përqindje që është në strategji që është mendoj në raport me të ardhurat që marrin individët këtu është disproporcionale totalisht, domethënë e quaj të lartë kuptimin e kësaj dhe plus që mendoj që i shërben dhe buxhetit shtetit në rast se do ta ulim më tepër, sepse sa më tepër tulet, kjo është aksiom, nuk ka nevojë për vërtetim, është provuar, sidomos në shtetet e botës tretë, që sa më tepër ta ulësh taksën e pasurisë, aq më tepër do paguhet, do rritet baza e tatueshme. Do afrohen njerëzit për të paguar taksa, qoftë familje, qoftë biznese. Sa më tepër të arritesh, aq më tepër do gjen metodat e shmangjes. Është një pranë një rëset vëmendje që edhe në program domethënë të shikoni pak më me kujdes domethënë problemin e taksimit vendor. Kurse në përgjithësi domethënë nga këto i pash dy kolonat që i shohim këtu, kjo, domethënë unë për vete thash dhe herë që unë jam optimist domethënë tek ulja e taksave dhe kalimi në taksën e sheshtë. Plus që duhet edhe mos trememi se nuk është një revolucion i madh që do kalojmë nga taksa progresive në taksën e sheshtë, se efektivisht neve pothuajse jemi në taksën e sheshtë, sepse tatimin e kishim 10% e bëm 15% dhe taksa progresive ka kap vetëm të ardhur personale, vetëm rrogat, themi atë që është. Kështu që mos trememi që po kalojmë po bën një çudi e madhe që po kalojmë në taksën e sheshtë. Ne kemi taksën e sheshtë xha, por të shohim këto raportet e tyre. Dhe megjithëse taksa e përmendit dhe kolegu, prapatet, taksa profesionit lira, ishte një punë e shkëlqyer që bëri grupi punës që juve e krijuat dhe bile e mbështetet fort në gjykatë kushtetuese, por për hir të vërtetë do të themi që gjykata kushtetuese u shpreh edhe për atë që thatë ju. Për këto punojnë që punojnë vetëm për një person apo dy që është akoma. Domethënë, kjo është anashkaluar ose ka kaluar jashtë vëmendjes, sepse gjykata kushtetuese nuk mori vendim, por gjykata dha mendim. Nuk mori vendim, por dha mendim për këtë, që qytet gabuar identifikimin e një të vetë punësuari, një biznesi me të punësuarin, domethënë. Dhe këtu nuk është më roli ose forca e grupeve kundërshtuese,
që u morën me padin në gjykatë kushtetuese, tashmë takon qeverisë për të reaguar nga ky orientim që dha gjykata kushtetuese, që mendoj që është një prononcim shumë i qartë i saj. Këto kisha pak a shumë që Turi, du të falenderoj shumë se gjithmonë kur kemi në i pytje je thesari vërtet për sistemin tatimor dhe jo vetëm. Kur kemi në i pytje në një shqetësim që të gjithë tek ty drejtohemi. Unë kam shumë komente për gjitha këto, por nuk duaj që ti marrë një nga një. Dua vetëm që të fokusohem tek një element kryesor, a e përballon dot buxheti i shtetit uljen në një nivel i takse në nivel të shesht. Dhe sigurisht që qëllimi është që dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore të shkojnë drejt asaj takse të shesht, ashtu siç ka qenë plani përpara 2013-s para se ato të ndryshohej. Unë jam e sigurt që e mban edhe më shumë, ashtu siç thatë ju. Mban edhe më shumë, sepse zgjerimi i bazës tatimore duhet të ishte qëllimi kryesor që duhet kishte Shqipëria sot. Në qoftë se ne i vendosim të gjithë bizneset në të njëjtën bazë formaliteti, edhe ju doni të paguni taksa, edhe ju nuk doni të jeni jashtë sistemit, po doni të paguni një taksë të drejtë për punën që bëni brenda një sistemi të drejtë. Dhe sipas llogarive dhe sipas analizave, sistemi aktual shqiptar dhe buxheti shqiptar e mban jo vetëm këtë ulje taksash, po edhe më shumë. Rëndësi sot sigurisht që ka niveli taksës, po ka edhe barazia e sistemit, drejtësia në pagesën e një takse. Për të gjitha gjërat unë i mbaj tashënim, edhe sigurisht që neve mund të diskutojmë më vetë, edhe ka edhe një përgjigje për secilin prej tyre. Faleminderit. Djali Përshëndetje Jorida, përshëndetje të gjithëve. Unë jam Mehmet Durishti, jam specialist i shëndetit mendor, me profesion psikolog prej shumë vitesh tashmë. Si fillim faleminderit për grupin e punës dhe për juve bashkë që bët mundur që mos të vinte në jetë ai lloj taksimi që ishte menduar, sepse përndryshe të gjitha klinikat që punojnë me klient apo pacient do ishin të mbyllura tashmë, sepse do ishte pamundur për t'ja dalë. Kështu që për gjithë kënd nga këto profesionistë që janë të ri në komunitetin ku bëjnë pjesë. Ndërsa e dyta si sfidë do ishte dhe vazhdon të jetë për ne kuotat shumë të larta tek urdhri i psikologut, trajnimet me pagesa shumë të larta përsëri tek urdhri i psikologut që për të marrë ato kreditet e famshme dhe për të mbajtur licencën gjallë, duhet që të paguajmë realisht me shumë lek edhe një kredit të vetme, apo 2 kredite, apo 3 kredite, për gjatë gjithë viteve për të mos skaduar licenca. Edhe nuk e di se çfarë mund të bëhet për këtë, ju e thatë pak më parë që do ishte mirë që këto agjenci, këto urdhra të mos shikohen si prona private apo politike qeveritare, por që jeshin për të ardhur në ndihmë profesionistëve, sidomos profesionistëve të ri që realisht sapo e kanë nisur këtë rrugtim dhe nëse do mbyten akoma pa dalë mirë në treg, do ishte shumë e vështirë dhe do shihej rruga vetë për t'ikur pastaj. Shumë faleminderit. Faleminderit Mehmet, përpara se të jap djalit që do flasi i fundit dhe ta përfundojmë për sa i përket bordit, bordeve, urdhrave në përgjithësi. Nuk e njoh rastin e urdhrit të psikologut, po di rastin e bordit të auditit, që ka kapur zakoni i keq i të gjithë atyre që marrin pak pushtet, që është thjesht një drejtori varësie e ministrisë në këtë rast, i cili vendos tarifat larta e ka kthyer atë në biznes. Dhe unë mendoj që urdhrat, bordet funksionojnë për të mbrojtur juve, jo për të bërë biznes. Dhe mendoj që kjo është diçka që grupi iniciator që e çoi në gjykatë kushtetuese luftoi fort edhe kur erdhi ligji i auditit, dhe është diçka që ekziston në të gjithë sektorët, që besoj që duhet ndryshoj patjetër. Për të mbrojtur profesionistët, se ato pikërisht për këtë janë, për të ruajtur cilësinë e shërbimit që ju ofroni, po edhe për të mbrojtur profesionistët. Faleminderit.
Përshëndetje zonja Tobaku, Benet Bani, analist investimesh dhe i drejgje financiare. Do doja t'i referohesha një temë që është e lidhur shumë me profesionet e lira dhe mendoj me shtresën e mesme, por specifikisht prek më shumë pjesën e koduzëve dhe të inxhinierëve të software-it. Në Shqipëri, siç besoj shumë mund ta dinë, është krijuar për disa vitesh një ekosistem i startupeve, ku ka tashmë disa institucione, që për të thënë të drejtën, si dikush si një njeri që ka studiuar finance dhe mua më duken pak të tepërta për Shqipërinë, ka akselerator, inkubator, evente shumë. Përpara pak kohësh është bërë një event ku edhe unë u çudita që ishte vetëm çmimi për të marrë pjesë në atë event ishte 250 euro, që është 1/3 një rroge mujore në Shqipëri. Megjithatë, Shqipëria vazhdon të ngelet një vend me një inovacion shumë të ulët, me një sistem arsimor të dobët dhe me një nivel ku këto startupe thjesht ta themi në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, thjesht nuk kanë kapitalizim. Pra nuk arrin kur të bëhen startupe të mëdha, të kenë atë suksesin në treg dhe as që bëhet fjalë të dalin dhe të shesin produktin e tyre apo shërbimin e tyre jashtë territorit. Megjithatë, si të thuash, këtë e them edhe si dikush që është marrë nga puna në Gjermani, që i kam parë këto startupe dhe të cilat ishin ato që ecin më shumë dhe të cilat kishin probleme. Me këtë idenë që në Shqipëri sigurisht gjërat po flas me atë pesimizmin, këtu ka probleme shumë të mëdha të cilat janë shtuar shumë me këtë qeverisje. Po ajo që më ka bërë shumë përshtypje ditët e fundit dhe kam patur një reagim është një listë e cila është publikuar. Ndoshta dikush mund ta di këtu për startupet të cilat kanë fituar një grant është një grant kombëtar është një grant kombëtar nga Startup Albania dhe praktikisht janë disa donator ku mund të them në këtë grant ka para taksa paguesish, por ka dhe donacione që vijnë nga Bashkimi Evropian dhe ndoshta nga ambasadat të huaja. Rastisht që pikërisht në LinkedIn e shikoj këtë listën, e hap edhe po e them me fjalë shumë të thjeshta, jam skandalizuar nga ajo që kam parë. Bëj fjalë për 3 milion euro grante, të cilat ishin shpërndarë në rreth 80 startupe dhe pak edhe me atë syrin e ekspertizës, shikoj me njëherë që 80% e bizneseve në çdo vend normal nuk do merrin asnjë euro të grant, por atje kishin marrë. Te lista e startupeve kishte biznese që kishin, tek ato që ishin fituese, flasin gjithmonë për fituesit. Kishte biznese që ishin, mund të duket komike, por ishin importues akulloreje, importues të drasave të surfit, biznese që ishin krijuar muajin e fundit. 50% ishin pa website. 80% prej tyre, sepse i bëra një shikim më të detajuar, 80% e tyre nuk kishin absolutisht asnjë plan biznesi, ishin thjesht portofole personale. Disa prej tyre ishin thjesht student, kishin shkruar një website për një javë dhe kishin marrë grantin. Bëhet fjalë për grante 35.000 euro, pak a shumë, pra është diçka që çdo biznes në Shqipëri do t'i bënte një diferencë, veçanërisht kur është biznes i vogël. Nisur nga kjo listë, si të thuash, marr guximin dhe pak në mënyrë të pazakontë, sepse në LinkedIn postojnë në anglisht për shkak të biznesit, të konsulencës, nuk është se unë quhem startup, dhe shikoj që kishte jashtëzakonisht shumë reagime. Njerëzit jo vetëm që e njihnin si çështje, por ajo që më ka çuditur më shumë për të reagimeve është fakti që me dhjetra profesionistë më kanë kontaktuar në privat dhe më kanë thënë ne kemi vite që kontaktojmë, që aplikojmë për këto grante dhe refuzohemi. Njerëz shumë të aftë, disa prej cilëve unë i njeh personalisht, e refuzoheshin me vita. Praktikisht këto 3 milionë euro, aludimi im është që absolutisht nuk shkojnë në asnjë produkt, asnjë shërbim. Shumica mendoj aludimi im është që shkojnë në kredi shtëpie apo në pushime për ata që i kanë marrë. Pyetja ime është shumë e thjeshtë në këtë situatë, duke njohur edhe impaktin tepër të dëmshëm që kjo praktikë ka në veçanërisht në një vend si ky ynë që korrupsioni është bërë endemik.
Pra nuk është thjesht fakti që ata që kanë marrë e abuzojnë, por është fakti që me dhjetëra të tjerë demoralizohen dhe u pritën krahut. Pra dhe nuk aplikojnë më dhe mendojnë dhe të largohen të kërkojnë dikun tjetër. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Çfarë mund të bëjë Partia Demokratike për që t'u jap fund një herë mirë këtyre praktikave kaq të ulta demoralizuese dhe si të thuash të krijojë një frymë inovacioni në shoqërinë shqiptare, të paktën për sa i përket startupeve. Faleminderit. Po, të fundit, zotit Marku, edhe juve po. Tani ndodh shpesh që kur fillojmë një punë jashtë me një klient të huaj, nuk nënshkruajmë kontrata sepse edhe nuk kemi informacionin e duhur. Edhe kjo sjell shpesh që klienti pasi kemi mbaruar punën mund të mos na paguaj ose mund të na shtyjë shumë pagesën. Edhe në administrimin tuaj do merren masa ligjore për të mbrojtur freelancerin nga këto raste dhe fushata informimi, sidomos për çështjet ligjore, për çështjen e sidomos të kontratave, do merren masa për të na mbrojtur ne si freelancer kur bijem prej këtyre rasteve. Geron Begolli, faleminderit për ftesën. Unë kam një pyetje dhe disa sugjerime për përmirësime. Pyetja ime e parë është derisa të filloni të fusni në fuqi kodin fiskal për cilin jam plotësisht dakord, a keni plan për ta rrëzuar nenin 12 të ligjit për tatimin mbi të ardhurat? Pyetja. Dhe pastaj kam disa sugjerime teknike. Jam dakord me rishikimin e TVSH-s në 17%. Megjithatë, unë do propozoja edhe 2 gjëra në lidhje me TVSH-n që i shikoj shumë të rëndësishme. E para njerë, TVSH-ja reduktuar për shportën e mallrave bazë. Unë punoj kryesisht me VAT, pra me TVSH-n në shtetet e Bashkimit Evropian dhe sa herë që më duhet të dorëzoj deklaratat e TVSH-s në këto vende, ndihem goxha keq kur shikoj që pjesa më e madhe e popullit evropian paguan rreth 6% për shportën bazë dhe ne paguajmë 20%, është tragjike për mendimin tim. Kështu që unë doja shumë që ta përfshinit në politika. Në lidhje me TVSH-n sërish, ndihem shumë keq kur shikoj që ka biznese që të mesme që paguajnë 20% dhe ka hotele me 4-5 hyje brand që nuk paguajnë asgjë. Do preferoja që këto përjashtimet që direktiva e BE-s nuk i ka të përcaktuara sepse çdo shtet ka përjashtimet e veta të largoheshin, sidomos për këto lloj klientelistesh që nuk sjellin asnjë vlerë të shtuar për shoqërinë. Dhe nga ana tjetër shikoj që për profesionistë e lirë ka 0% taksë, s'jam dakord. E përmendi me të drejtë Turi kur tha që ne duhet të krijojmë një farë edukimi për biznesin dhe për gjithë popullatën. E mira është të krijohet një taks 5 deri në 8% do isha unë, një të mesme të artë mund ta gjeni dhe vetë, në mënyrë që të gjithë të paguajnë, në mos drejtësisht, po në mënyrë të barabartë. Faleminderit. Tani kishte 3 çështje ndryshme dhe unë dua të përpiqem që ti grupoj shumë shpejt. Rastësisht një zotëri biznesmen në një lavanderi na tregoi një listë të bizneseve që kishin fituar grante. I kishte mbajtur shënim me dorë dhe po na tregonte eksperiencën e vet personale, kishte aplikuar disa herë me radhë, nuk kishte arritur të fitonte dhe kishte marrë listën që kishin fituar dhe kishte nxjerrë nga interneti. E ka bilancin 0 për të parën, nuk prodhon IT për dytën, e me radhë kishte hyrë gjithë listës, kishte bërë një analizë, neve i bëm një foto dhe unë do t'ja çoj gjithë donatorëve vetë se çka ka ndodhur me aplikimet për grante në këtë rast. Po ky është një shembull normal që ndodh në çdo sektor. Domethënë ka ndodhur ke ndodhja granteve, ndodhi ke fondet e bujqësisë, ndodh në çdo lloj sektori, nuk është një përjashtim nga rregulli, ky është rregulli. Dhe unë besoj që kjo është një gjë shumë e thjeshtë për të rregulluar. Dhe kjo është së pari një çështje vullneti politik dhe së dyti është çështja garrës dhe meritokracisë. Nuk ka, besoj, sfidë më të madhe për ju jeni shtresa potenciale për të larguar e para.
dhe çdo shtet duhet bënte maksimumin që këtë shtresën që është potenciale para për t'u larguar ta mbante, ta motivonte, ta tërhiqte, ta promovonte. U përmendën nga turi pak më përpara disa përjashtime dhe këto janë përjashtimet që unë mendoj që duhen për kërkim zhvillimi, për punësimin e të rinjve, trajnimin e të rinjve, për të rinj që investojnë në teknologji informacioni der 35 vjeç dhe që mund të jenë edhe përfaqësues diasporës. Unë mendoj që ka disa politika shumë të thjeshta që mund të motivohen edhe ta përfshin dhe ta vendosin në punë pikërisht gjithë këtë shtresë. Për nenin 12 unë mendoj që është çështja interpretimi. Dhe besoj që është çështje interpretimi, por ne do ta diskutojmë edhe mbrapa që mos bëhemi specifikun pyeta Marashin, kur është në 12 dhe mua nuk po më vinte në mendje në këtë moment. Është vetëm çështje interpretimi nga ana e Ministrisë Financave dhe s'kemi kohë fizike tani që të merremi me atë. Patjetër. Për turizmin. Po. Qëndrimi jonë për sa kohë ne kemi kërkuar shfuqizimin gjykatë kushtetuese shumë i qartë për atë dispozit. Ne do me thënë për ne ajo ka qenë një dispozit, bashkë me dispozitat e tjera që u arrit shfuqizoheshin, që ishin tërësisht pa drejta, tërësisht antikushtetuese, dhe besoj duke qenë se kemi pasur këtë qëndrim i cili është publik dhe kemi artikuluar jo vetëm juridikisht dhe teknikisht për sa më takon mua, por edhe politikisht dhe publikisht për sa i takon zonjës Tabaku dhe përfaqësuesve të tjerë të Partisë Demokratike, zonja Tabaku ka qenë më e zëshpja në këtë çështje, sigurisht na takon që në momentin që na jepet mundësia të ta shndërrojmë edhe në një dokument të shkruar që miratohet nga Parlamenti dhe kjo mund të jetë një masë e menjëhershme. Nuk ka ndoshta nevojë për të pritur sa koha që do dojë kodi fiskal. Dy gjëra përmbyllse. Së pari për sa i përket kontratave. Unë mendoj që ne kemi nevojë një rregullim sipas standardeve të Bashkimit Evropian për gjitha kontratat mes palëve. Këto janë kontrata mes palëve që sigurisht shteti nuk ndërhyn, por është e nevojshme për dhe kjo lidhet që nga mbrojtja e konsumatorit sektorin e mikrofinancave, që është një çështje që ne kemi punuar shumë, deri tek kontratat që juve i referohen. Shumë detaje që nuk ja vlen as të diskutojmë këtu, por është një çështje që ne kemi diskutuar mes nesh. Turizmi. Sot, nga të gjitha përjashtimet në turizëm, me 6%, që ti shkon ke një hotel me 5 yje dhe e pi kafen me TVSH-n e ulur, dhe ato nuk paguajnë taksën e ndikimit në infrastrukturë, tatim fitimi dhe shumë të tjera, e disa janë punësuar 550 veta. A e di se sa, do me thënë, gjithë këto përjashtime në taksa kanë vetëm 550 persona të punësuar. As një vlerë të shtuar në ekonomi, absolutisht as një vlerë të shtuar në ekonomi. Sektori turizmit, nëse do ketë përjashtimet, duhet i ketë patjetër në linjë të gjithë sektorit. Bizneset e vogla të turizmit, dhe këtu i referohem sipërmarrjeve të mesme në fakt, të turizmit duhet patjetër që të kenë të njëjtin regjim, sepse aty është edhe avantazhi konkurrues i Shqipërisë. Unë mbajta shumë shënime për sa i përket produkteve të sportës dhe gjithë elementeve të tjerë, por që mos ta lodhim edhe këtë audiencë me këto, unë besoj që mund t'i diskutojmë edhe bashkë. Për sa i përket taksës biznesit të vogël dhe profesionistëve të lirë, unë mendoj që 1%, jas 5% jo, vetëm duhet jem brenda sistemit. Këtë e mendoj dhe këtë e gjykoj, po propozimi është që për sa kohë ato janë, është shumë e vështirë që ta ngresh një taks kur është e ulur. Kur është e ulur dhe të propozosh një ngritje, është herezi, ndërkohë që kur është e lartë dhe ke një shkallë më të ulët, unë mendoj që ajo duhet jetë, ato bizneset duhet jenë brenda sistemit. Duhet jetë një mënyrë që të gjithë ato bizneset jenë brenda sistemit dhe kjo është më e drejtë, edhe në raport me gjithë tjerë dhe në raport me taksa paguesit dhe me profesionet e lira. Pa dashur t'ju marr më shumë kohë. Shumë faleminderit që keni ardhur dhe që ndat disa mendime me ne. Ne jemi këtu për t'ju dëgjuar, jemi këtu edhe një zë për të folur më fort ku juve nuk keni mundësi të flisni dhe shpresojmë mbas 11 majit për t'i zbatuar gjitha si politika ato që kërkon shtresa mesme. Nuk ka gjë më të rëndësishme sot për momentin se shtresa e mesme, për cilën jo vetëm duhet ta ruajmë, po duhet edhe ta shtojmë, ta pasurojmë edhe ta ndihmojmë